Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Doktorët me urdhër të prerë. Këta persona nuk duhet të pinë kafe, dëmet që shkakton. Kafeja mund të përkufjezohet si një e mirë shëndetësore. Është zbuluar se zvogëlon rrezikun e problemeve të prostatës, zvogëlon rrezikun e dështimit të zemrës dhe madje ulë rrezikun e humbjes së dëgjimit. Por për disa njerëz kafeja mund të ketë më shumë efekte anësore negative se sa pozitive. Sipas ekspertëve, ja kush persona duhet i kushtojnë më shumë vëmendje pirjes së kafes. Njerëzit që vuajnë nga sëmundjet inflamatore të zorëve duhet të tregohen më të kujdesshëm me pirjen e saj. Kafeina mund të përshpejtojë tretjen dhe gjithashtu të rrisë shanset për diare, e cila është nga simptomat kryesore të sëmundjeve inflamatore të zorëve, shpjegon dietologja Angel Planels. Nëse keni glaukoma, tregohuni më të kujdesshëm me pirjen e kafes. Presioni intraokular mund të rritet te personat që kanë glaukoma dhe kur konsumojnë kafe. Prandaj, ekspertët këshillojnë që të reduktoni marrjen e kafeinës, por edhe të shmanget, por mendoj se nevojiten gjithashtu edhe shmangja kryesore e konsumit të tij, citon Planels. Nëse keni një fshikës të tepër aktive, tregohuni më të kujdesshëm me pirjen e kafes. Të gjithë e dimë se është e mirë të mos pini një filxhan të madh kafeje përpara udhëtimeve të gjata, veçanërisht nëse nuk mund të shkoni lehtë në tualet. Marrja e kafeinës vetëm mund të përshpejtojë punën e fshikësës, prandaj do ju duhet të urinoni më shpesh, shpjegon Sue Heiken, nutricioniste. Personat që vuajnë nga sëmundjet e zemrës duhet ta përdorin me kujdes pirjen e kafes. Duke qenë se kafeina mund të shkaktojë rritje të menjëhershme të presionit të gjakut dhe përshpejton punën e zemrës, është e rëndësishme që çdo person që ka probleme me zemrën të jetë i kujdesshëm dhe të flasë me një mjek se sa kafe mund të pijë, shpjegon Kelly McGray. Gratë shtatzana gjithashtu duhet të evitojnë pirjen e kafes. Shoqata Amerikane e Ginekologjisë këshillon që gratë shtatzana të mos pinë më shumë se 2 filxhan kafe në ditë për të reduktuar rrezikun e abortit dhe lindjes së parakohshme. Megjithatë, një studim i publikuar vitin e kaluar thotë se nuk ka sasi të sigurt të kafes për gratë shtatzana, dhe çdo grua shtatzan duhet të flasë me ginekologun e saj se sa kafe mund të konsumojë në ditë, citon Heiken. Nënat gjithënse gjithashtu duhet të jenë më të kujdesshme me pirjen e kafes. Duke qenë se kafeina është një stimulues dhe diuretik, është e mundur që një nënë që ushqen me gji të vuajë nga dehidratimi. Prandaj ekspertët këshillojnë që të shmangin kafe në këtë fazë, ashtu si dhe në shtatzani, citon Planels. Prandaj nëse doni që kafeja të mos ndikojë në përkeçimin e shëndetit tuaj, të jeni më të kujdesshëm edhe me pirjen e saj. Kafeja është e preferuar nga shumë persona, madje edhe ka nga ata që janë kthyer edhe në një vesë për të cilën nuk mund të shkëputen dot. Ndërkohë ekspertët nuk rekomandojnë konsumin e 3 ose 4 gota filxhan kafe në ditë, pasi mjafton që të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Mirëpo kafeja nuk duhet të pirë kur e keni stomakun e zbrazët në mënyrë të veçantë sapo zgjoheni. Konsumi kafes së zezë me stomak të zbrazët çon në lëshimin e acidit kloridrik brenda aparatit tuaj tretës. Kur hani diçka të rëndë mund të shkaktojë probleme me stomakun. Kur proteinat nuk dekompozohen plotësisht, ajo mund të çojë në probleme të tjera si inflamacion i zorëve, acarim, madje edhe në probleme të rënda të zorës së trashë. Për shumë njerëz, dita nuk mund të nisë mbar nëse nuk pini kafe në mëngjesi. Kjo është një arsye që nxitoni menjëherë në xhezven dhe vendosni gjithashtu të pini një kafe qoftë turke ose ekspres. Kafeja është e pasur me antioksidantë të fuqishëm, të cilat luftojnë veprimin e radikaleve të lira në organizëm. Ato ulin rrezikun e prekjes nga luhatjet e sheqerit, problemet të pankreasit dhe ndihmojnë të keni humor të mirë. Reduktojnë mundësinë të prekeni nga problemet e Alzheimerit dhe zhvillimi i sklerozës së shumëfisht. Por nëse pini me stomakun bosh, dijeni se po i bëni një dëm shumë të madh shëndetit tuaj. Stomaku përmban acid hidroklorik, i cili shpërbën ushqimin dhe proteinat, si edhe shërben ashtu për të balancuar nivelin e acideve gastrike në trupin tuaj. Në momentin që pini kafe me stomakun bosh, acidi hidroklorik gryen stomakun, shkakton urth,
dhe rrit gjithashtu shqetësimet e urthit. Nëse jeni gjithmonë konsumues të kafes, ju duket e pamundur që të kaloni atë edhe pa e konsumuar në ditë. E dim që ajo është e dëmshme dhe sërish të konsumojmë, ashtu siç tregojmë edhe vëmendje jo të mirë ndaj gjërave të tjera. Por cilat janë disa nga dëmet që mund të shkaktojnë në shëndetin ton pirja e tepërt e kafes? Redukton bardhësinë e dhëmbëve. Kafeja dëmton smaltin, shtresën në sipërfaqe të ndërtimit të dhëmbëve duke u dhënë atyre një ngjyrë më të verdhë. Një konsum i rregullt i kafes në vite mund të kenë vënë re edhe një ndryshim të dukshëm të strukturës dhe ngjyrës së dhëmbit. Pirja e tepërt e kafes për një kohë të gjatë dëmton procesin e mbajtjes së urinës. Urinimi është një akt i vullnetshëm, ndërsa ndjesia për të urinuar është e pavullnetshme. Në momentin që fshikëza e urinës mbushet me urinë përfundimtare, tek ne lind refluksi i urinimit, dhe për më rrethana të papërshkrueshme, ne e mbajmë urinën për kohë që na nevojitet. Këtë gjë e bëjmë nëpërmjet një muskuli të vullnetshëm të quajtur muskuli sfinkster. Konsumuesit e kafes nuk mund ta kontraktojnë dot dhe gjithashtu mund të kenë nevojë të shtuar për të shkuar në banjo. Pirja e tepërt e kafes shton pagjumsinë dhe ul aftësinë krijuese. Fjalët që thuhen lart e poshtë se kafeja shton pagjumsinë janë plotësisht të vërteta. Kafeja përmban kafeinë që sillet si një neurotransmetues që shton pagjumsinë. Nga ana tjetër, kafeja ul edhe aftësinë krijuese të përdoruesve të rregullt të saj. Shton të rrahurat e zemrës. Këto efekte do t'i vini re shumë shpesh nëse pini një kafe përpara se të keni ngrënë diçka paraprakisht ose të keni ngrënë vaktin, do të dalloni te vetja se të rrahurat e zemrës suaj do të shtohen për shkak të nivelit të lartë të kafeinës që gjenden në kafe. Kafeja e tepërt gjithashtu do të shkaktojë sterilitet. Kjo gjë vihet re më së shumti te femrat, citon Healthline. Studimet e kohëve të fundit sipas Healthline kanë nxjerrë në pas se konsumi i tepërt i kafes dhe rrjedhimisht nivelet e larta të kafeinës në gjak shkaktojnë disfunksion të disa qelizave të tubave të vezoreve duke dëmtuar riprodhimin e gjinisë femërore. Pirja e tepërt e kafes shkakton halucinacione. E përmendëm edhe më herët se kafeja sillet si një neurotransmetues nxitës. Ajo shkakton halucinacione të cilat bëjnë që individët të shohin gjëra që realisht nuk ekzistojnë. Pirja e tepërt e kafes do të shtojë gjithashtu edhe problemin e celulitit. Edhe ky efekt i dëmshëm vihet re fatkeqësisht më së shumti te femrat. Është vënë re se kafeja ndikon në reduktimin e diametrit të enëve të vogla dhe organeve dhe indeve periferike të organizmit, të cilat futen edhe në lëkurë. Shmangja e kafes e shmang edhe krijimin e celulitit. Dëmton shikimin. Kafeja ndikon në rritjen e presionit të lëngut ujor në sy duke u dhënë simptomat e sëmundjeve të glaukomës. Ajo ndikon në mënyrë edhe në nervat optik të fibrave nervor të retinës së syrit dhe ky ndikim kryesor çon në dëmtimin e shikimit. Përkeqëson fazën premenstruale. Përpara fillimit të ciklit menstrual te femrat vjen re shenja të stresit, ankthit dhe nervozizmit. Në femrat që konsumojnë kafe gjenden edhe nivelet e larta të estrogjenit, i cili bën më të theksuar këto simptoma. Kafeja mund të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Nuk duhet të pini kafe nëse jeni të shqetësuar. Nga teprimi i pirjes së kafes bëhet dukshëm nervoz trupi, sepse kafeina stimulon sistemin e mesëm nervor ndërsa njëkohësisht lidh nivelin e adrenalinës, dopaminës dhe glutaminës. Ky kombinim mund të çojë deri në vështirësi, nervozizëm, rrahje të shpejta të zemrës, marrje deri te shpërthimi i dhërimit. Nëse ju bie energjia gjatë ditës, tregoni të kujdesshëm me kafen. Kafeja mund t'ju çlodhë shumë shpejt dhe t'ju jap energji. Mirëpo kur ajo energji të shpenzohet do të ndodhë ulje shumë e fuqishme, dhe ulëntimet kanë treguar se edhe kafeina mund të shkatërrojë produktivitetin, që çon gjithashtu edhe në sabotim të punës. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.